إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të Madhërisht. Vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu i plotfuqishëm s'ka askush mund ta humbë, dhe atë që Allahu i madhruar e devijon s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i tij i fundit, i cili na përcolli këtë shpallë Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, javën e kaluar folëm për vlerën e 10 ditëve të Dhulhijhes dhe tham që janë ditët më të mira të dynjas. Folëm për këto ditë që Allahu i Madhërisht i veçojnë nga ditët e tjera të vitit dhe theksum se vërtet janë ditë më të dashura tek Allahu i Madhërisht se ditët e zakonshme të vitit në përgjithësi. I jemi falënderues Zotit të Madhërisht që na mundsoi që t'i përjetojmë këto ditë dhe këto qaste, për arsye se nuk ka dyshim që ka pas vitin e kaluar njerëz të cilët i kanë përjetuar ato ditë, por tash në këtë vit nuk janë me ne, kanë ndru jetë. Prandaj, vërtet vëllezër të nderuar, ajo që është e veçanta në rrethanën tonë është mundësia dhe shansi që e kemi në dispozicion secili prej neve pa dallim. Unë nuk do të flas për vlerën, për arsye se atë e kam shpjeguar javën e kaluar, po ndoshta do të ishte rrugës që secili prej neve mjashtru një pyetje sinqert vetvetes së tij, një pyetje reale dhe një pyetje ndoshta pak edhe të rëndë, që vallë e dim të gjithë se kanë kalu 5 ditë, sot është dita e 5 e Dhulhijhes, edhe me thonë çfarë kemi bërë në këto 5 ditë të cilat kanë kaluar. A kemi qenë nga ata të cilët vërtet e kemi kuptuar vlerën e këtyre ditëve dhe i kemi shfrytzuar në mënyrën edhe formën më të mirë, apo ndoshta kemi qenë nga ata të cilët nga angazhimet e ndryshme, punët e përditshme, tregtia, telefonat që i kemi në dispozicion, rrjetet sociale, lodhjet e ndryshme na kanë bërë që vërtet me kalu këto 5 ditë, po me qenë ditë sikur se ditë tjera të vitit, e kjo nuk është në rregull. Por në anën tjetër, vëllezër të nderuar, e mira dhe mirësia e Zotit Madhërisht, begatia e tij qëndron në faktin se kemi në dispozicion edhe 5 ditë të tjera. Ajo që është më e interesante dhe më e dobishme për neve që këto 5 ditë që i kemi në dispozicion janë më të vlefshme në raport me ato që kanë kaluar. Për arsye se kemi para vetes ditën e Arafatit, kemi para vetes therrjen e Kurbanit, kemi para vetes ditën e Bajramit që është dita më e vlefshme, dita 10 e Dhulhijhes, pastaj dita e 2 e Bajramit, e 3 e kështu me radhë, pra të gjitha këto janë ditë të vlefshme dhe ditë begatshme për secilin prej neve. Prandaj, vëllezër të nderuar, ajo që do të shpjegojmë apo do të mundohemi me e këshillu veten time dhe juve në përgjithësi në këto pak minuta që i kemi në dispozicion, është që vërtet të ndalemi dhe të diskutojmë apo të meditojmë rreth atyre gjërave që i kemi para vete në këto pak ditë që na kanë mbetur të Dhulhijhes. E para
është dita e Arafatit. Një ditë që edhe javën e kaluar kemi përmend pak që është ditë e veçantë, ditë në të cilën vërtet haxhilerë që kanë shku me bë haxhin si vjet, të gjithë mbledhen në një kodrin apo një lugin që quhet lugina e Arafatit, dhe kjo është dita e 9 e Dhulhijhes, pra një ditë para Bajramit, që themi ne nata e Bajramit. Pra kjo dita që në të cilën gjendet nata e Bajramit, në këtë ditë krejt haxhilet, në kënd botës kush ka shku atje, të gjithë mbledhen në luginën e Arafatit, në këtë vend, dhe aty grumbullohen njerëzit, haxhilerët, të veshur të gjithë me ihrama, dhe pa dallim gjuhe, race, kombi, pozite, vendi, e kështu me radhë, të gjithë të veshur njësoj i grumbullohen edhe i drejtohen Zotit Madhreshëm me lutje të ndryshme. Për vlerën edhe rëndësinë e këtij grumbullimi, pra është një gjendje shumë e jashtëzakonshme, vëllezër të nderuar. Është do të thotë diçka shumë pra ndikuese në zemrën e njeriut kur e sheh apo kur e gjen veten e tij në këtë vend dhe në këtë vend qëndrim në përgjithësi. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith të saktë, të cilën e përcjell Imam Ahmedi në koleksionin e tij, thotë Inna Allaha azza wa jalla yubahi malaikatahu ashiyata Arafa. Përkthimi, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë ditë Arafatit, në këtë, në fund ditës së Arafatit, Zoti i Madhreshëm kur i sheh njerëzit të grumbulluar në këtë vend dhe i drejtohen Zotit Madhreshëm me lutje të ndryshme, ndoshta secili me gjuhën e tij, por synimi i vetëm kërkojnë faljen, mëshirën, rahmetin, begatin nga krijuesi i tyre, dhe shohim njerëz të cilëve u rodhin lotët nga sytë e tyre, janë të përulun, të përkushtum, dhe të gjithë nga koha e namazit drekës deri në perëndim të diellit nuk bëjnë asnjë gjë tjetër vetëm se me duar të ngritura i kërkojnë Zotit Madhreshëm lutje të ndryshme. Atëherë Allahu i Madhreshëm, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju drejtohet melaikeve edhe i thot se vërtet mburret, pra po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Zoti i Madhreshëm mburret para melaqeve në mbrëmjen e Arafatit, dhe u thot me ata njerëz që ngrumbullu në këtë vend, dhe u thot atyre, pra melaqeve, shikoni robrit e mi, më kanë ardhur me flok të shprishur, me një fjalë nga rrugtimi, nga situata, nga rrethana, dhe të mbuluar me pluhur, për arsye se janë në një vend që është lugin dhe nuk ka mundësi me i pas ato kushtet që mundet me i pas njeri në udhëtim në hotele e kështu me radhë, edhe çka Allah i Madhreshëm po i lavdron këta, jo për shkak të veshjeve të tyre, jo për shkak të pozitës së tyre, jo për shkak të pasurisë së tyre, por vetëm për shkak të rrethanës a situatës edhe gjendjes së tyre, pra me lutje të vazhdueshme që i drejtohen Zotit Madhreshëm. Për këtë shkak Allah i Madhreshëm mburret me këta njerëz para melaqeve në përgjithësi. Prandaj edhe në një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk shihet apo nuk është parë shejtani që të jetë më i poshtruar, më i zemruar, më i dëbuar dhe më i nënçmuar se sa në këtë ditë, në ditën e Arafatit. Pra kur i sheh këta njerëz që janë kthy para Zotit Madhreshëm, edhe po i luten atij dhe po insistojnë me lutjet e tyre, atëherë shejtani mërzitet, e ndin veten të nënçmuar, e ndin veten të zemruar për arsye se pse? Për shkak se ai nuk e shfrytëzoi rastin të kthehet Zotit Madhreshëm, edhe të kërkoj falje për te kalimin që e ka ba ai, dhe si rezultat i kësaj është largu nga rahmeti Zotit Madhreshëm, edhe prandaj për këtë shkak e ndin veten të zemrum, edhe të nënçmum, edhe të poshtrum, pse ai nuk ishte prej atyre njerëzve që apo krijesave që ju kanë kthy Zotit Madhreshëm, sikurse që ishin apo janë pjesëtarët e Arafatit, haxhilerët të cilët kanë ardhur në këtë kodrin edhe kërkojnë rahmetin edhe mëshirën e Zotit Madhreshëm. Prandaj vëllezër të nderuar, ai shejtani e din se sa
mëkate Zoti i Madhërisht i fal në këtë ditë, sa njerëz i ka plën me rahmetin e tij dhe sa njerëz shpëtojnë nga zjarri i xhenemit në këtë ditë të bekuar dhe në këtë ditë të veçantë. Por gjithashtu mëshira e Allahut të Madhërisht qëndron në atë, vëllezër të nderuar, se kjo ditë nuk është e veçantë vetëm për haxhilerët në Mekë, në Qabe, por është një ditë e veçantë edhe për neve në përgjithësi. Prandaj keni parasysh ditën e 9 të Dhulhijhes, ma konkretisht një ditë para Bajramit, ma qarë ditën e martën e arshme, prej namazit të drekës, masi që ta falin namazin e drekës, deri në namazin e akshamit, shfrytëzoni këtë kohë në lutje, në dua të ndryshme ndaj Allahut të Madhërisht, për arsye se është një situatë, një rrethan, një gjendje, një kohë që Zoti i Madhërisht i pranon lutjet e tij dhe Zoti i Madhërisht e ka plën me rahmetin e tij atyre njerëzve që i drejtohen atij në përgjithësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, nuk ka ditë më të vlefshme në cilën lind dielli se sa dita e Arafatit, dhe nuk ka ditë në cilën Allahu i pranon lutjet më shumë se në këtë ditë, pra ditën e Arafatit, ma konkretisht mas namazit të drekës deri në namazin e akshamit. Andaj shfrytëzoni këtë kohë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, më vërtet duaja, lutja më e mirë që bëhet është duaja në ditën e Arafatit, dhe lloji lutja më e mirë që bëhet është lutja la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Përkthimi nuk ka zot tjetër përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Atij i takon sundimi, lahul mulku wa lahul hamdu, dhe atij i takon falënderimi, wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe nuk ka dhe ai për çdo gjë është i plot fuqishëm dhe absolut. Prandaj vëllezër të nderuar, shfrytëzoni këtë kohë dhe mos u bëni nga ata të cilët e neglizhojnë e veçanta e kësaj dite. Gjithashtu, nëse doni me e arrit vlerën më të madhe, mundoheni me ju qelë sabaho duke qenë të agjëruar, duke qenë agjërueshëm, për arsye se ashtu siç e kemi përmend javën e kaluar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, vërtet agjërimi ditës së Arafatit shpresoj te Zoti i Madhërisht më fal me mëkatet e vitit kalum edhe vitit të ardhshëm. Andaj edhe një herë them, mos e humbni kohën në këto ditë, në këtë ditë posaçërisht, në këtë kohë ma konkretisht prej drekës deri në akşam, me gaflet, me telefona, me biseda, me punë tjera që mund është mi shty në ditë tjera të javës, apo edhe me gjumë tepër e kështu me radhë, por angazhoje veten tane me dua, me istikfar, me lutje, me salavate, me thanjen la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, pra këtë dua, pastaj me lexim të Kuranit, me pendim të sinqert, për arsye se vërtet ai i cili e ka lënë këtë kohë, vërtet është në rrugë të hajrit edhe e ka mundësin me u kaplu nga falja edhe rahmeti Zotit në përgjithësi. Pastaj, gjithashtu e veçanta e këtyre ditëve është edhe fakti, vëllezër të nderuar, se në këto ditë bëhet edhe therrja kurbanit, ma konkretisht në ditën e 10 të Dhulhijhes, në ditën e Bajramit, një adhurim, një ibadet që është i veçantë që njeriu pra therr kurban për hir të Zotit Madhërisht, dhe kjo ceremoni ndërlidhet ngushtë me Ibrahimin alayhi salam, me pejgamberin Ibrahim, që është pra epiteti i këtij pejgamberi është baba i pejgamberve. Është një pejgamber më i veçantë, më i lartë në krahasim me pejgamberët të tjerë në përgjithësi, për faktin se prej pasardhësve shumica pejgamberëve kanë qenë nga pasardhësit e Ibrahimit a.s. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i takon kësaj linje të pasardhësve të Ibrahimit a.s. Prandaj, vëllezër të nderuar, ceremonia e ritualit apo therrja kurbanit ndërlidhet ngushtë me këtë pejgamber, me Ibrahimin a.s. për arsye se deshti Allah i Madhërisht na tregoj nivelin e këtij pejgamberi në krahasim me njerëz të tjerë në përgjithësi, dhe e sprovoi Allah i Madhërisht këtë pejgamber, për arsye se edhe pejgamberët janë sprovu, e sprovoi dhe e vëri pra në sprov duke ja kërku Allah i Madhërisht me e therr, me e sakrifiku të birin e tij të vetëm Ismailin a.s. Edhe e shohim se si Ibrahimi a.s. nuk hezitoi,
nuk negocioj me Allahun e Madhreshëm, nuk tha se kjo është diçka shumë e dashur tek unë dhe nuk kam mundësi me vepru, por e qoj synoj apo vendosi me e qunë vend urdhrin e Zotit Madhreshëm dhe kështu Allahu i Madhreshëm pastaj ja zaventësoj me therrjen e dashit kurbanit në vend të therrjes së birit të tij. Dhe kështu e shohim vëllezër të nderuar, vërtet Allahu e sprovoi Ibrahimin a.s. me këtë sprovë, pastaj ja zaventësoj pasi që dëshmoj për uljen dhe nënshtrimin ndaj Zotit Madhreshëm, pastaj Allah i Madhreshëm ja zaventësoj me therrjen e dashit. Për këtë shkak, vëllezër të nderuar, edhe ne e bëjmë, e kryejm këtë ceremoni për dëshmu atë për ulje dhe atë nënshtrim dhe me qunë vend kërkesën e Zotit Madhreshëm që vërtet njeriu mundet me sakrifiku për ndonjë tregti, për ndonjë pasuri, për ndonjë pozit në këtë dynja, por sa jemi në gjendje ne të sakrifikojmë diçka nga pasuria jonë, nga ajo që na ka dhënë Zoti i Madhreshëm për tregu nënshtrimin dhe për uljen ndaj krijuesit ton, Zotit të Madhreshëm. Dhe nuk ka dyshim, therrja e kurbanit aludon dhe dëshmon këtë për ulje dhe këtë sakrificë që dëshmon për uljen ndaj Zotit të Madhreshëm në përgjithësi. Lusim Allahun e Madhreshëm të na bëjë nga ata të cilët vërtet i kuptojnë këto dy vlera edhe gjëra të rëndësishme të cilat i sjell këto 10 ditët e Dhulhijhes, ma konkretisht 5 ditët e fundit të Dhulhijhes që i kemi në dispozicion, dhe vërtet e veçanta është edhe dita e Kurban Bayramit, për vlerën edhe rëndësinë e të cilët do të flasim kur vjen koha në ditën e Bayramit me lejen e Allahut. Lusim Allahun e Madhreshëm na bën nga ata cilët vërtet i shfrytëzojmë këto ditë ashtu siç duhet dhe na kaploj Zoti i Madhreshëm me rahmetin e tij dhe të na bëjnë nga ata të cilët vërtet i përmbyllin këto ditë duke qenë të falur te Zoti i Madhreshëm. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.